Për vetëm 20 ditë, 60 fëmijë janë hospitalizuar në repartin e pediatrisë të Spitalit të Gustivarit për shkak të viruseve të stinës. Ditëve të fundit është rritur fluksi i pacientëve të vegjël që trajtohen në këtë repart, por numrat flasin se gripi ende nuk e ka thënë fjalën e fundit dhe se jemi pikërisht në fillim. Raste me komplikime më serioze gjatë këtij viti ende nuk ka pasur dhe përjedhoj. Të gjithë të sëmurit janë trajtuar në spitalin ton, pa pasur nevojë për të drejtuar në klinikat e Shkupit. Për vetëm 20 ditë, 60 fëmijë janë hospitalizuar në repartin e pediatrisë në Spitalin e Gostivarit si pasojë e paraqitjes së viruseve të stinës. Prej tyre aktualisht 10 qëndrojnë të shtrirë në spital, por fatmirësisht ende nuk është paraqitur ndonjë rast me komplikacione më të mëdha, andaj dhe të gjithë pacientët e vegjël janë trajtuar këtu në Spitalin e Gostivarit. Kështu njofton primarius Dr. Ferit Muça, pediatër, i cili thotë se fluksi i kontrolleve ditëve të fundit ka shënuar rritje, megjithatë ende nuk ka ndonjë situatë e cila do të ngjallte shqetësim tek autoritetet spitalore. Ai thotë se gripi i stinës ende nuk e ka thënë fjalën e vet dhe se një gjë të tillë pritet ta bëjë gjatë periudhës në vijim. Dr. Ferit Muça njofton se rruga më e shpejtë e pranimit të viruseve është ajo ajrore apo me kontakte të drejtpërdrejta, ndërsa simptomat që sinjalizojnë se fëmia tashmë është prekur nga gripi dhe se ka nevojë për kontroll mjekësor janë me savion. Zakonisht gati këtë të gjithë është e njëjtë. Fillon me një rrjedhje të hundës, mund të ketë temperaturë, dhimbje koke, dhimbje fyti, mund të kenë gjersitje, dopsi, po disa kanë edhe anoreksi, do të thonë që ato nuk kanë oreks dhe nuk konsumojnë sa duhet lëngje apo ushqim, të cilët do psojnë edhe më tepër imunitetin. Në këtë kohë i prek të gjitha moshat, por më tepër fëmijët, për shkak se fëmijët kanë imunitet më të dobët, por mund t'i prek edhe të gjithë të tjerët, të cilët kanë ndonjë smundje kronike, si për shembull ato që kanë diabet, ato që kanë astmën dhe smundje kardiovaskulare apo smundje të veshkëve dhe të mushkërive. Në rrethana të këtilla, prindërit në asnjë mënyrë nuk duhet që të blejnë barëra pa u konsultuar me mjekun dhe sidomos nuk duhet të eksperimentojnë me antibiotik. Ndërsa për fëmijët e sëmur kronik, Ferit Muça sugjeron se mbrojtja më e mirë është vaksinimi kundër gripit. Është shumë më rasti që nanat e fëmijëve të cilët janë prekur nga viroza apo nga gripi të konsultojnë mjekun apo pediatrin e jo farmacistin. Zakonisht mjekimi bëhet pa antibiotik, bëhet me mjekimi është zakonisht në të gjitha këto raste të virusave është me simptomatike, do të thonë sipas simptomeve. Do të përdoret paracetamoli apo ibuprofeni për dhimbje dhe kundra temperaturës dhe duhet këto fëmijë të konsumojnë shumë lëngje të cilat janë të pasur me vitaminë C, si për shembull limone sa më shumë, portokaj, por mundet edhe supa dhe lëngje të tjera të cilat gjithashtu janë të pasur me vitamine dhe përveç kësaj duhet të izolohen nga smunat të tjera dhe duhet të konsultojnë vetëm mjekun e jo farmacistin. Zakonisht këto viroza zgjasin 5 deri më 7 ditë dhe mund të mbarojnë pa komplikime, por tek fëmijët që kanë imunitet më të dobët apo kanë ndonjë smundje kronike, atëherë patjetër që të konsultohet pediatri me qëllim që të shmangemi komplikimeve si që janë bronhite, bronhopneumoni, paraqitje të diarres, ndezje zorësh e tjerë që kërkojnë trajtim në repartin e pediatrisë. Mjeku përsërit se vaksinat janë shumë efikase dhe pa asnjë lloj komplikacioni, andaj të gjithë ata prindër që kanë fëmijë me sëmundje kronike duhet që ata t'i vaksinojnë në kohë.